Ajo ta thy, nuk e dim nëse do t'ja thy dikujt në orët e para që do t'jetë në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4 dhe fjalën e kam për Fjolla Morinën që është folur gjërësisht sot në portale në emisione si banorja që do t'i bashkohet kastit të yjeve e me sa duket ylli më i vërtet dhe më i madh në skenë është ajo që do të bëhet pjesë e kësaj loje ku tashmë ka nisur prej 3 javësh dhe hyrja saj padyshim e njohur për karakterin e guximshëm, për gjithë ato problematike private që e ka hasur këto vitet e fundit, me sa duket është një emër që do të trazoj ujërat në shtëpinë e Big Brotherit, ku pak a shumë kanë qenë të qetë kohët e fundit, edhe pse me hyrjen e Labit u trazuan shumë. Do të shikojmë se çfarë do të gatuaj dhe si do të luaj Fjolla Morina. A do të jetë ajo e vërtet në atë shtëpi, se nuk shikojmë shumë VIP-a që përfshihen në formate si Big Brother. Ajo ka reklamuar jetën e saj luksoze, por ka folur haptazi dhe qartazi për të gjitha problemet sociale edhe me ligjin që ja ka pasur vitet e fundit, problemet me shëndetin e saj, qoftë fizik për edhe atë mental. Një emër që do të trazoj urajt padyshim në atë Big Brother ku sonde do të hapet dhe ai zarfi Kursh që është futur ditën e djeshme, që me shumë mundësi do të jetë një dënim për disa banorë që kanë thyer rregullat e formatit, duke filluar nga Bia me kërcënimet që ka bërë, apo dhe me fjalorin apo me fjalët që ka kundërshtuar dhe zërin e vëllait të madh, ku ju kërkon që të respektojnë rregullat, siç është vendosja e mikrofonit, por nuk është vetëm ajo, është edhe Edi që ka kërcënuar, por janë dhe banorët e tjerë që ndoshta nuk kanë respektuar aq shumë sa duhet rregullat e vëllait të madh dhe do të futen ndoshta në një televotim ose do të futen në një burg. Për mua kjo e dyta është më interesante për vetë lojën, e nëse përfshihet në këtë burg apo në këtë izolim brenda izolimit të shtëpisë së Big Brother edhe Edi, ku sonde pritet rikthimi i bujshëm i Dolces, e cila ka marrë një vëmendje edhe në Grande Fratello, atje ku në italisht fliste për një lloj flirti që kishte dhe jo për dashurinë, për amorin e saj, siç foli në Shqip të premten kur pati lidhje Grande Fratello me Big Brother në Kosovës, pra një lloj dyftyrësie e Dolces, haptazi. Do të shikojmë se si do të jetë në këtë rikthimin e saj me Edin. Besoj nga e gjithë ky fluturim që ja ka pasur nga Italia për në Kosovë, lajmet i ka marrë vesh, portalet mund të ketë lexuar, edhe pse është mbikëqyrur nga produksioni, hijet e dyshimit të opinionit publik për ato çka Dolce, le të themi, ka marrë apo jo nuk ka marrë me rikthimin e saj. Kjo mbetet të shikohet në lojën që ajo do të bëjnë që në momentet e para që të rikthehet në shtëpinë e Big Brotherit. Por në ato shtëpi këto ditët e fundit kanë ndodhur edhe situata që kanë trazuar rrjetin dhe ai që trazon lojën brenda shtëpisë, por edhe me qëndrimet që i ka me Lokundi është padyshim Labinot Rexha, i cili ka pasur një diskutim tepër të rëndë me Eliono, ku i ka përmendur nënën dhe motrën e ndjerë. Sa kaq ka bërë një bisedë shumë të ndjerë me Sasën, ndërkohë që për mua dhe për të gjithë ata që shikojnë Big Brotherin, të dy ishin deklaruar si një lloj armiku të njëra tjetrës, ku Sasa hapi zemrën dhe i tregoi plagën e jetës që nuk e ka mundësinë për të bërë nën. Sa kaq lojrat vazhdojnë midis Elionës dhe Tonit me të gjithë provokimin që tani ajo po bën me afërsinë apo dhe me sjelljen, duke thënë që unë jam e preferuara dhe vota familjes ande do të shkojë për mua. Nga ana tjetër Benita po futet në pole me Tonin, po puthen, po afrohet me Klodin, donte të fuste në rrjetën e saj dhe kushtrimin e një anë tjetër e këtë të thashë më the. Ky ka qenë dhe Big Brother në këto ditët e fundit, ku pa diskutim prajmi i sotëm pritet që të jetë dinamik, sigurisht me futjen e Fjollës edhe me rikthimin e Dolces, dy femra bombastike nga pamja, por duke njohur më shumë Fjollën atë që ka prezantuar dhe me atë që ka treguar, është padyshim një dinamit në atë lojë, dhe nëse ka vendosur të jetë e vërtet reale dhe transparente me publikut, besoj që do të fitoj pikë nëse nuk do të cënohet dhe nuk do të humbas ato telat e durimit që mund të dalë nga shtëpi dhe me zarf të zi. Nuk është diçka që nuk paramendohet për një karakter dhe për një Fjolla të cilën e kemi parë ndër vite, edhe pjesë të skandaleve, por edhe pjesë të një gruaje të guximshme që i ka folur haptazi gjërat e saj, qoftë këqija por edhe ato të mira. Pak a shumë këto ishin të gjitha temat që doja të cekja me ju për të dhënë edhe atë mendimin tim, pasi situatat në atë shtëpi janë të shumë dimensionale, por një përmbledhje
e kësaj të hëne është kjo, duke mos harruar t'i bëni dhe subscribe kanalit ton Koha Jono YouTube.